Mirë se erdhët, faleminderit shumë Pasqyrës Shqiptare për përfaqësimin edhe mbështetjen nga 15 vite në piknikun tonë. Sot po kalojmë shumë mirë, për fat mirë që tash ka fillu pak mu fladit se ke bukur nxehtë më herët. Po mirë po kalojmë, familjarët kanë dalë si çdo herë, ushqim kemi plot, pije kemi plot, njerëzit po kalojnë mirë. Jemi ende herët, por sa veta kanë arritur deri më tani të hyjnë në arenën e piknikut? Qyshe mora numrin për afërsisht 450-500 veta kanë dalë sot. Ndoket pak ka ndiku edhe moti, se në vende tjera kish pas shumë mbreshje shiu, po këtu nuk kemi pas për fat mirë. Po duhet ta dija, keni qenë ju në vitin 2011 të pranishme në piknik? Sigurisht, besoj që po, se qysh nga fillimi jam kanë angazhume si studente në kryesi, edhe tani si kryetare. Si po ndjeni tani si kryetare e shoqatës? A keni përkrahjen e shqiptarëve të Hamiltonit? Besoj që po, sigurisht edhe kjo vrejet mas shumë të në piknik, se përveç kryesisë që punojmë për me funksionu pikniku, kemi edhe shumë vullnetar, cilët vinë shumica nga familjet tona edhe përfaqësues të Hamiltonit. Me thonë, piknik e kemi shumë mbështetjen. Posaçërisht. Zotë nën kryetar, mirë se erdhe në ekranin e Pasqyrës Shqiptare. Faleminderit, mirë se ju gjej. Si po kaloni sot? Fatmirësisht kemi kalu shumë mirë, njerëz po duket se janë të kënaqur, kanë kalu mirë. Ju kemi frigu pak kohës, ka thonë që ka me konë shumë nxehtë, po fatmirësisht koha shumë mirë është, mirë po kalojmë. Njerëz po duken se mirë po kalojnë, që ajo kryesorja. Të morëm nga kuzhina. Ku keni porositur ushqimin? Zakonisht ushqimin e marrëm prej dë njerëzve që i njohëm, zakonisht që babat i marrëm prej shef kifetës, është një kasisht edhe kusherinem. Pitalkat e kem një vend ku i marrëm zakonisht, njerëz janë të kënaqur me to, mirë po ju duket, mirë po kalojnë. Jo kërkoj falje për dukjen se vesa dola për i kuzhinës, jam pak i ndyrë, po mirë ka shku puna. Faleminderit shumë për mundësinë me bisedu me ty sot këtu, po kalojmë një ditë shumë mirë besoj. Komuniteti ka arë këtu sot me na përkrah, edhe është shumë rëndësi të madhe që kemi përkrahjen e Komunitetit Shqiptar të Hamilton. Besoj që shumë mirë po shkon deri tani, shohim. Ju personalisht e keni pasion golfin. Po. Keni iniciuar edhe idenë për mbajtjen e turneut të golfit, i cili do të mbahet për herë të parë brenda 10 ditësh në Hamilton. A ka interesim për këtë? Na jemi shumë kënaqur se për këtë interesimit, me të vërtet jemi befasu sa kërkesa ka pas. Neve kemi fillu me 5 vende domethënë, po tash kemi 7 vende, se ka pas kërkesa shumë të mëdha, edhe është një klasi e madhe, domethënë neve tash kemi fillu me bëni një farë lloj diversiteti të aktiviteteve këtu në Hamilton, përveç festet nëntorit, shkurtit, piknikit, tash neve kemi fillu edhe me golf. Pretendoni që turneu i golfit të jetë tradicional? Qëllimi është me jetë tradicional, besoj se ka shumë interes, ka shumë njerëz, ka shumë shqiptarë që luajnë golf, e kanë pasion, e kanë qef, edhe është një farë lloj sporti që i bjen bizneset bashkë, shpresojmë që ta vazhdojmë çdo vit. Çfarë planësh ka shoqata shqiptare e Hamiltonit në të ardhmen? Jeni aktiv, ky është mandati i tretë që jeni pjesë e shoqatës. Çfarë planësh keni për të ardhmen pas shtatorit? Po, plani janë është që të ardhmen besoj të mesme, jo të ardhmen, po të mesme, që edhe neve ta kemi një lokal që ku jemi sot, ku t'i plotësojmë kërkesat e komunitetit, sepse me të vërtet na jemi tash kogjasi numri i madh në Hamilton, edhe kërkesat çdo herë shkojnë edhe rriten dhe ne duhet të i përputhemi aty në kërkesave dhe shpresojmë që do shta brenda 5 viteve dhe neve ta kemi një lokacion që për këtu. Çfarë planësh ka shoqata shqiptare e Hamiltonit nga shtatori? Nga shtatori sigurisht fillojmë me festat kombëtare, mirë po si vjetë kemi në plan edhe shpresoj që ta realizojmë. Ka shtatori me majtë një mramje për nxënësit.
Kemi tashmë në kryesin tonë disa antarë të ri që kanë kalu sistemi shkollor në Kanada edhe kjo është një plani joni që një vjetë e gjysë që qysh me mujtë edhe me angazhurin edhe pak me andimu në siloj career night ose post-education night, veç me majtë si kur open conversation around se qysh mujna me nimu në atyne për mu regjistru në për fakultete dhe qysh me vazhdu në për drejtimet për shambull që i kemi kalu na, paka shumë si kur career night ose just me ndimu nga ana akademike.